PPP dhe ligji për investime strategjike janë dy nga fushat ku Departamenti Amerikan i Shtetit ka ndalur kritikën më të fortë ndaj qeverisë shqiptare në raportin e vitit 2025 për klimën e investimeve, përveç problemeve me korrupsionin, pastrimin e parave dhe aferave në administrat. Dash ndalet tek PPP dhe investimet strategjike, duke i dhënë një shuplak të dytë Edi Ramës. Për Washingtonin, këto instrumente që në letër prezantohen si shtys për zhvillimin ekonomik, në praktikë kanë reduktuar konkurrencën dhe kanë përfunduar në duart e kompanive të lidhura me pushtetin. Përsa i përket PPP-ve, raporti evidenton se përdorimi i vazhdueshëm i kontratave të partneritetit publik-privat (PPP) ka zvogluar mundësitë për konkurrencë, përfshirë edhe nga investitorët e huaj në infrastrukturë dhe sektor të tjerë. Analiza e dobët dhe mungesa e ekspertizës teknike në hartimin dhe monitorimin e kontratave PPP janë shqetësime të vazhdueshme. Disa investitorë amerikanë janë përballur me mosmarrëveshje tregtare të diskutueshme me subjekte publike dhe private, përfshirë disa që kanë shkuar në arbitrazh ndërkombëtar. Ligji për investime strategjike, i miratuar në vitin 2015 dhe i shtyr rishtazi deri në dhjetor 2026, shihet gjithashtu si një mekanizëm problematik. Të gjithë e dim se Rama ja ka dhënë këtë status të gjithë miqve e pranti, dhe ky fakt evidentohet tek raporti amerikanëve. Për të nxitur investimet vendase dhe të huaja në sektorët strategjik, qeveria shqiptare miratoi ligjin për investime strategjike në maj 2015. Sipas ligjit, një investim strategjik mund të përfitojë nga ndihma nga qeveria për procedurën e asistuar ose procedurën speciale për të ndihmuar në lundrimin në procesin e lejeve dhe rregullimit. Pjesa e parëndësishme e investitorëve të huaj që kanë përfituar nga statusi i investitorit strategjik kanë nxitur perceptimin midis investitorëve të huaj se ligji ka përfituar kryesisht kompanitë vendase me lidhje të forta me shumicën qeverisë, ose thekson raporti. Kjo bën të qartë se ligji në vend që shërbej si magnet për kapitalin e huaj ka përfunduar në shërbim të klientelës së mazhorancës. Investitorët e huaj denoncojnë procedura të ngadalta dhe burokraci, ndërsa kompanitë e afërta me qeverinë marrin statusin me shpejtësi rekord.